emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje të nderuar shikues kudo që na ndihni. Po nisim, nuk është hera parë që po nisim natyrisht me komunat, me qenë se zgjedhjet lokale janë shpallur nga presidenti i vendit me 12 tetor, me kryetarin e komunës së Podujevës, Shpetin Bulliqi, i cili kushdo që shkon sot në Podujev, nuk po themi që as mund ta komplimentojmë, as mund ta glorifikojmë, por gjendja duket e transformuar. Se si do të përballet zoti Bulliqi në këtë zgjedhje, kush janë oponentët, çfarë bëri, cili është modeli që do të ndjek në këtë zgjedhje, kanë ftuar direkt atë në këtë emision. Bulliqi, faleminderit për kohën, mbrëma. Faleminderit për mundësinë që më dhanë që përmes televizionit tuaj domthonë t'ju drejtohem edhe qytetarëve të Llapit, po edhe qytetarëve në përgjithësi në Kosovë. Në përfundim të mandatit, si më thënë, të kujtohet si nisë ditën e parë punën. Nga njëherë... Sepse nuk në detyrën e parë, por jo në punën e parë. Sigurisht. Nga njëherë po diskutojmë edhe me kolegët. Shkun 5 vite. 5 vite që në fillim shumë gjata, po kur shkon ka fundi, doken që kanë hecë shumë shpejt. O vërtet kanë hecë shumë shpejt, po kjo hecje e shpejt e kësaj periudhe kohore, unë mendoj që lidhet edhe me faktin që angazhimi ka qenë i jashtëzakonshëm, komplet me ekipen, që të bëjmë punë edhe projektet mira për Llapin dhe për Podujevën përgjithësi. Prandaj unë besoj shumë që me këtë hendikepet, të lashet, sfidat cilat i kemi pas, besoj që Llapi për ditë më shumë po e merr një pamje tjetër. Kjo fal një varg investimesh, cilat janë bo atje, cilat nuk janë vetëm investime që kemi arriti bëjmë me buxhetin ton, por sigurisht që ka qenë një ndihmë e jashtëzakonshme edhe nga niveli qendror dhe donatorët potencial cilët kanë bo me miliona investime gjatë kësaj periudhe kohore. Kjo fal një korrespondencë të mirë me ta, një komunikimi serioz me ta, dhe ata kanë pa gatishmërinë tonë që ne kemi gatishmëri që punët e mira me shty përpara. Dhe në shumë raste na kanë ndihmuar qoftë niveli qendror, qoftë donacionet, e sigurisht kemi bërë përpjekje maksimale që qatë buxhet që kemi, domthonë ta ndajmë barabartësisht, po dhe ta orientojmë në projekte të cilat janë me interes për qytetarët tanë. Keni qenë thuajse kritik, s'po themi dëshpëruar, po me raste edhe në nervoz për shkak të rrugës magjistralit që nuk është përgjithësi e juja kryetar, por është përgjithësi e qeverisë, base duke kërkuar që të kryhet më shpejt rruga Prishtinë-Podujev, që në cilën gravitojnë numër e madh i llapianëve që kanë marrë punën në Prishtinë, që lëvizin në Prishtinë e kështu me radhë. Ku është sot situatë? Shpesh po e themi këtë, Ridvan. Prishtina para lagje e Podujevës. Para lagje? Pse po e themi këtë? Po? Nga njerë në formë shakas, për faktin që pjesa dërmuese qytetarëve tonë lidhen me punë me Prishtinën, me biznes me Prishtinën. Prandaj qarkullimi i madh i njerëzve prej Podujevën drejtën Prishtinës me shumë aktivitete veprimtari, ditore, pastaj arsimore, gjona tjera, e bëjnë këtë rrugë shumë të frekuentueshme. Kur i shtohet edhe pjesa e diasporës, rruga ndërkombëtare që e lidh Kosovën me Serbinë, e që kalon nëpër këtë trase, edhe më tepër e komplikon çështjen e kësaj rruge. Dhe është hendikep i madh që për këtë periudhë kohore pas luftës nuk i është dhënë prioritet kësaj arterie rrugore, kur dihet cila është rëndësia e kësaj rruge. Jo dini që kjo rrugë nga ish qeveritë është nis dikon 2015-ën. Në 2020-ën e kemi marrë ne mandatin e parë lokal atje, rruga ka qenë gjendje katastrofike, e nisur me disa segmentet vogla, por as për safërmi me fillu me formën e punës.
Kjo qeveri e mori me seriositet këtë rrugë, ju nda në lotet. Jo me të në pëntuaj, nështë. Jo, unë tash pa dash, sepse potenciali jonë është kjo që është. Me rastën e publikë vëtoru, gjithë dukur disi pak i zemrua. Probleme është, jo pesimisht, po... Aja që është shumë rëndësishme, unë e kam qenë në komunikim baza ditore me Ministrinë e Infrastrukturës, për me mujtë me kapacitetet tona me ndihmu që punë me na hecë më shpejt. Me dinamizu. Jenë caktu këto ndërmarje, këto biznese, këto operator ekonomik që e kanë marrë këtë rrugë, mirë që është parcializu në disa lote, dhe janë kryesisht operator ekonomik vendor, cilët unë e di që e kanë vullnetin me hecë më shpejt, po ndoshta edhe organizimi i punës nuk është në atë nivelin më të mirë të kajtë këtyre operatorve. Ka pasur me dhe që ju e bënë nervoza, po? Po, shqo, tash, une për që ka shprejë një falloj une për çdo ditë në lvizja të farë rrugë. Sikur se lvizin shumica qytetarëve tonë. Dhe vullneti dhe dëshira ju nuk konë të bëjmë sa ma shpejt që është e mundshme. Aja që është shumë e rëndësishme, procesi ka hecë relativisht mirë. Tash mos sot, gati traseni kemë komplet të shtrirë, ka mbet puna e urall, që po shpresojmë, se dhe dikun e thash me një studio televizive, po shpresojmë që vjeshta ta mbyllë të tërë këtë projekt. Ka pas ca zhagitje, unë e besoj që qeveria aja që është dasht me kry punën, sigurimi e buxhetit e ka siguruar. Operatorët ekonomik kanë pas neglizhencë. Mungesa e fuqisë punëtore si duket, nështë në rastit caktuar me mungesa e përvojës që të mjaftueshme, sepse na ju e dini, kemi pas si kësi ministra që kemi akuzu e ka dhonë shtrajt Bechtelit. Nuk është shtrajt. Nëse ki një operator ekonomik që është serios dhe ta kryjnë punën, edhe nëse e pagun pak ma shtrajt nuk ka rëndësi, sepse ta shpërblekohen, e nxekohen. Ne, normal, me sigurin çmimet shumë atulta se s'po ta kish marrë Bechteli me kryj këtë punë, por koha na ka kushtu sepse na u kanë prolongu pak a shumë gjonat, edhe rëndësishme që ky projekt po shkon drejt për mbylljes, edhe po shpresojmë që sa më shpejt të përmbyllet. Sa nëshon tona dimensionet jetën e njerëzve në podijeve, komunikimin e njerëzve të kapitalit kjo rrugë? Shqo, unë mendoj që kjo rrugë për qytetarët Llapjan është jetike. Sepse çdo gjë është lidhur me rrugë. Edhe ikja një pjesë të banorëve të Llapit prej podijeve në drejtim të fushë Kosovës, Prishtinës, madje në kohën e fundit filluan edhe drejt Lipjanit me ik, ka qenë problem me rruga. Rruga ka qenë problemi kyç. Unë po ju them shumë sinqerisht që kam disa shembuj tash, këtë periudhë kohore që me që ka fillu rruga dhe është të afru rruga, njerëz kanë filluar mu interesu me shit ato banesa më u kthye në podijeve. Sepse distanca është 20-30 minuta e Prishtinë Podije sa rrugë. Nga këtu tash bën me këtë rrugë 20-30 minuta. 20-30 minuta ti vjen nga Podija në Prishtinë me çit rrugën e re. Prandaj njerëzit nuk kanë nevojë me lëshu një ambient as mirë në Llap, tjetesës e marrë ta zonë me jetun në një fushë Kosovë ose pse jo në një Prishtinë. Dhe unë besoj shumë që kjo rrugë ka me kriju edhe një stabilitet të gjithë atyre qytetarët cilët kanë menduar që arsyeja kryesore e lëvizjes drejt Prishtinës për mos më bë 2 orë mëngjes edhe 2 orë më me kthim Podijeve ka qenë problemi i kësaj rruge. Mos tash kryetar me ardhin e fluksit të mërgjimtarëve është një artjerë e rëndësishme, vërtet që lidh korridorin Kosovën me Serbinë. Është realisht kjo është rrugë magjistrale, po është edhe linja ndërkombëtare. Po. Sepse vendkalimi kufitari Merdares është ai i cili tërheq një numër të jashtëzakonshëm të njerëzve dhe qarkullimit, qoftë madhra, qoftë njerëzve. Prandaj ka qenë artere jetike që në kohë, ndoshta po t'ish analizu mirë dhe po t'ish punu strategjikisht mirë, ndoshta prej rrugëve të para që ish dush me lidh, këtë pjesë ish dush mu rregullu kjo rrugë, fatkeqësisht mbet e fundit. Jo pse s'ka pas Mitrovic kryetar, jo pse s'ka pas ndoshta njerëz, jo pse s'kemi pas qeveri, jo pse s'ka pas pushtet lokale dhe nivel qendror që kanë qenë të njëjti subjekt politik, por në një farë forme neglizhim dhe domethënë jo gatishmëri për me
shty si projekt për para. Fatmirësisht ma në fund po bëhet, vonë po populli ka thonë ma mirë vonë se... Ma mirë vonë se... Interesant, kryetar, para se me im këtu përmena që sot AI, do më thonë, inteligenca artificiale është jashtëzakonshme nëse edhe verifikohet informacion natyrisht, por duket që janë të sakta. Si qeveri, si shkrujta kryetari Shpetin Bulliqi në Podiev, dhe mduhet ti lexoj këto përgjigje që mi dha AI. Si qeverisi kryetari Shpetin Bulliqi në Podiev. Si po qeveris, a i Podieve në konshu sakt. Një më ka thonë investime të mëdha në infrastrukturë, dhe arsim, përfundimi 3 shkolla dhe nisja punimi në 6 tjera. Është sakt? Sakt. Dyfishimi qendrë publike dhe ndërtimi 4 të rejave. Realisht po mbyllu mandatin prej një qerdhe publike me 9 qerdhe publike. Do më thonë, këto është ndërtimi një kuzhine qendrore për furnizimin e shkollave qerdheve. Tashmë në proceset e aktivitetit prokurimit jem për të fillu punimet në këtë projekt rëndësishëm. Sektori sportiv dhe shëndetësor, thot. 2 palestrat përfundume, një ndërtim, 7 fusha sportive të realizuara dhe 10 në proces. Pishin gjysmë olimpike me vlerë 4 milion. Edhe ndërtimi i urgjencave të reja dhe qendrave të mikësisë familjare në fshatra, po ashtu përfundon një qendër rezidente për të bëshuarit. Po. Këto. Bashkë me Alil Kastartin edhe Hetimat e Ballkanit. Është një projekt në vlerë për 2.5 milion euro, që im bashkëfinancim, pjesën dërmuese të projektit e financon shoqata e Hetimat e Ballkanit, me zotëria Alil Kastartin. Humanistin, po, humanistin tonë të minor, dhe kem një participim ne si komunë që do ta kem një hapësirë të përshtatshme që pleqërin të bëjnë qetë njerëz që ka nevojë për të. Por jo vetëm, për arsye se planifikohet me pas edhe hapësira dhe konvikte për nxënës dhe studentë që ata të cilët nuk i kanë mundësi të me lëviz, mujnë me u vendosë ato dhe... Edhe për nxënës dhe studentë, që nuk kanë mundësi... Po, me lëviz. Rruga në midisi thot rekonstruksion i rrugëve kryesore dhe ndërtimi mbi 150 km rrugë të reja, duke përfshirë dhe lidhen natyrisht me Prishtinën, plani për impiantë, trajtimi ujra zheza dhe digë në Pollat. Park industrial, treg i gjelbër dhe park bujqësor, strategji për punësim lokal. Qëndron gjithë kjo statistikë. Gjitha këto statistika qëndrojnë, e une veç për dumi për A për i din edhe këtë AI se ndohë që plët gjona kryetarëve je pjesë e sistemi për mund... Une në fillim ju thash juve, sot isha nalë veç në ato projektet milionëshe. Milionëshe? Pa u nalë këto që jenë më të tolta. Lutëm? Në këto 5 vite, nëse i marrëm si total investimi në Podiev, shkojmë nga 200 dhe 250 milion euro investime. Në 5 vite? Në qëto 5 vite, nga 200 dhe 250 milion euro investime pa sektorin privat. Vetëm sektorin publik. Infrastruktur, rrugë, shkolla, qerdhe, edhe qësh është pishina gjysmë olimpike, parku bujqësor, parku industrial, urgjenca e qytetit, stacioni autobusëve, tregu i qytetit. Kjo shqipër të që ka ndodhë, nuk ka ndodhë asë njerë në asë një mandat, që nga pas luta? Une nuk e di që qëndronë që kjo situata me komuna tjera, por une jam jashtëzakonisht i kënaqur me këto investime. Jo, në Podiev po ta fjallë, nuk ka ndodhë në gjithë pas lutës, nëse e merë një hartë... Une besoj që Podieva këtë 5 vjeçar, e ka pas 5 vjeçar, jo pse jam më në të qeverisë atje, që është të qeverisë lëvizjave të vendosë atje, por e ka pas një prej 5 vjeçarëve më të suksesshëm që ka lullëzue. Jo kemi hapë rrugë investimeve në kuptimin e infrastrukturës banimit. Kemi pas 2 kompani që kanë funksionu në Podiev. Podieva ka pas çmimin e banesa më të shtrejt gati ose parafërsisht barabartë me Prishtinën. Si Podieva? Çmimin e banesa për metër katror ka pas një gati me Prishtinën. Me një diferencë të vogël. Në Podiev nëse ka ardhi para 4 viteve me lyp një banes me Qirak i pas probleme gjetë me Qirak. Sot i kem 7 ose 8 investitor privat
të mëdhaj, cilët janë ardhur dhe po bëjnë godina banimin. Konkurenca dhe ju ka hap. Konkurenca është në rregull, harta zonale është miratu me kohë, rregullat e lojës dihen, njerëz po investojnë, po punojnë, njerëz po punojnë po dijev, nuk ka nevojë me bo rrugë, hanë po dijev, pinë po dijev, e kryjnë punën po dijev, klajnë po dijev, edhe është kthy një besim të investitorët që është hap rrugë procesit të mundësisë për me investu në vendin e vetë, në komunën e vetë. 250 milion euro shifër, veç mi numëro shifër e madhe, kryetar. Për 5 vite asnjë komunë nuk i ka bërë këto. Unë vetëm një po ju them, Ridvan, e kom gjetë sheshin e qytetit Lavrum. Sheshin e qytetit e kom gjetë Lavrum, që është fillu projekti i sheshit qytetit. E kemi mbyll atë projekt, për projekte të para, 2.5 milion euro. Vlera projektit, sot po dijeve ka sheshin më të bukur, ndër gjitha komunat besojnë në Kosovë. Nuk e di nëse keni qenë këtë kohën e fundit. Jo, s'kam qenë këto. Do t'ishte mirë me dalë një ditë, ta qes një kafe në shesh ato, edhe me pa cila është bukuria e sheshit. Investimi dytë, në objektet publike që kanë qenë banimit, kam pas një fasad dhe vrazhd që t'ka ardhë gjunah me pa pleckosur, me kulmet cilat kanë pikue, njerëzit. Fasada me qite. Po, i kam hik komplet bloqe të banimit, një renovim, izolim. Investim me para publike? Po, me para publike, investim në izolim, tjashtum, suatim tjashtum, lyrin e mbranshme, dyrë, dritare, kulmet, ku ka pas nevoj. E kam gjitë një objekt cili ka qenë me pa, ka qenë atë që vrasht, i cili ka metë si ndërtimi para luftës, edhe njerëzit që kanë jetu në atë objekt kanë qenë gjendje mizeri të jetu. Sikurse refugjatët e një shtetin, por më thonë në Afrikë. E kom marrë, kam hi ati objekti komplet, e kom renovue, dhe sot e kemi për godina më të bukura që njerëzit qytetarët i shfrytëzojnë. I ki këto pamje si ishte si? Krejtjën këto fotografi, krejtjën këto ingjëzime, transformive që kanë ndodhë mrena qytetit. E kemi një stacion e autobusëve, bashkë me urgjencën e qytetit. Urgjencën bashkëpunim me Katarin, Katar Sheri, 1.7 milion euro. Projekt është realizu, sot është në dispozicion të qytetarëve tonë dhe marrë shërbime. Shërbime sot marrë. 1.3 milion euro stacion e autobusëve, në bashkëpunim me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, na ka ndihmu Ministria e Zhvillimit Rajonal, participimi unë, sot e kemi stacion e autobusëve, e cili dikur ka qenë vitet e 60-ta me sigurim me një barak, dhe nga vitet e 60-ta kërkush asnjë cent nuk e ka investuar. Dhe 2020-ën? Po, deri në 2020-ën asnjë cent kërkush nuk e ka investuar. E kemi zhvendosur komplet për atë, e kemi çuar pjesën jugore të qytetit, e kemi bërë stacioneri, sot stacioni është aktiv. Vendin ku kemi pas stacioni ishte stacioni e autobusëve, e kemi vendosur tregun e Gjelbërt. Dhe tregu Gjelbërt është në fazën finale gatit për mbyllje si projekt, një projekt. Po edhe kjo është mbi 1.3 milion euro projekt. 1.3 investim? Investim, madje edhe me budrum me parking 9 toksor. Urejta shfrytëzojnë? Me mujt njerëzit me kry shërbimet, mos me lon kerën makinën rrugë. Është menduar tregu kryetar të stacione autobusave për nevojat e qytetarëve aty? Po, është se është pika më qendrore ku graviteti i njerëzve është shumë i lehtë për me shfrytëzu edhe me koncentru, sepse ka qenë më herë një treg, cili ka qenë një nivelit shumë të ulët, po i cili realisht kur njëherë së shfrytëzu për treg. Sepse ka qenë pozita pa përshtatshme dhe njerëz nuk kanë shkuar, s'kan shkuar tregtarët me shit, po edhe qytetarët s'kan shkuar me ble. Prandaj gjithmonë rrugëve edhe për tregtar, për prodhues, kanë shit këto produktet e tyre, tashmë në një vend adekuat për me mujt me kry këto shërbime. Kemi marrë një projekt 1.1 milion euro prej Ministrisë Kulturës, qendrën multifunksionale, ku tash rinia jonë, të rritë kanë me pas kushtet mira, një hapësirë atraktive, për me mujt me zhvillu gjitha aktivitetet e nevojshme, madje do të ketë edhe... Ka vëllim aktivitetesh? Po, ka vëllim aktivitetesh, ka një varg aktivitetesh, e kemi themelue galerinë e qytetit, në një objekt i cili ka qenë pothuajse në prag të rënimit, të shkatru, në objekt publik. Po. Kemi i renovimin komplet, e kemi kthy, e kemi adaptu, e kemi bërë galeri qytetit, sot funksionon. Dhe krejt artistet tanë, të rinjet dhe aktivitetet tjera kulturore, i majmë në atë hapësirë të galerisë dhe artistet tanë kanë një hapësirë të vetën, që dhe e shfrytëzojnë edhe për punë. Një shtëpi të tyre, po?
edhe ekspozimin e këtyre. Kemi bërë investim në teatrin e qytetit Avdush Hasani, një teatr që teatri i qytetit Avdush Hasani është një investim i jashtëzakonshëm. Ka shfaqje atë kryetar? Po. Kemi dikun rreth 6 shfaqje rregullisht në vitit, domethënë i financojmë na. Komuna? Si komunë, me buxhet dikun mbi 50.000 euro. Po, sepse me financohen, sepse nuk më ne marrë vetin gjithë shfaqje, e financojmë ne, i zgjedhin atë grupe ekipa regjisor ato, i zgjedhin që i kolegjumi i teatrit, në 6 shfaqje premier në vet i financojmë. Premier në vet, pa i llogarit edhe ardhje tjera cilat vinë, ose këto tonat shkojnë jashtë, ose të tjerat vinë. Me herës ka qenë funksional kjo? Ka qenë funksional, mirë po nuk ju është dhënë hapësira mjaftueshme edhe fondet e mjaftueshme për mujt me zhvillu aktivitet. Në lëvizje. E tash ne kam hije kom renovu komplet teatrin, është në fazën finale për punë javësh, ndoshta muj, do të renovohet komplet, edhe veta e pamje vrash që ka qenë, do të ndryshon komplet tash pamjen, edhe ambientin e jashtëm, edhe ambientin e mbrapsht, po edhe do të kenë artistët tonë hapësirë të mjaftueshme, sepse artistët tonë kur ndalën në skenë s'kan pas banjo, në rast se i paraqitet nevojë s'kan pas banjo mbrapa për më mujt me shfryzu banjot publike, u dush me dalë pjesën përpara për më shku. Tash ju kemi adaptu hapësirat e nevojshme, cilat i nevojitën për më mujt me pas kushte normale. Në anën tjetër, kemi një investim që po besoj kam qenë prej të parëve në Kosovë, park bujqësor. Po për me park bujqësor. Kemi shpërndësue dikun një 8 hektar sipërfaqe në një hapësirë cila ka qenë prunë kooperative, e kemi ble për akypës, e kemi pagu, edhe kemi kthyer në një territor shumë trasht, shumë përshtatshëm, me rrugë, me krejt, edhe tash po dojmë me krijuar një hapësirë bujqësore komplet, që njerëzit marrën me shfrytzu që ato sera, që ato lokacione, me kry punë të aktivitetet e veta, me qëto produkte bujqësore, edhe do të bëjmë përpjekje që qëto produkte, edhe me pas vendin e rujtjes, frigorifer aty, edhe me pas mundësin me lidh kontratat që me prodhue edhe për konsum të jashtëm, qoftë edhe jashtë vendi me produkte. Kjo që ka projekt me interes për... Ka me qenë shumë interes edhe përse ka me qenë... 8 hektar, i mbulluar gjithë në sera, po? Do të mbulluar sera, tash më është një projekt në Hazër, edhe për pak ditë... 8 hektar kjo nuk ka investimi private në sidomos në rajonet Dugaxhinit, kryetar, në vetë se aton Prizren e Gjakopo nuk ka organizim shtetit. Po, kolektiv në një farë formë. Për me bon një parcel prej 8 hektarësh me dedikim veçantë veç për prodhime bujqësore për fermer. Unë besoj që kam qenë i pari për këtij projekti bujqësor. Jo, është i pari, ti je sigurt që nuk është në nivel kombëtar. Edhe tjetra. Kam shponsur dikun 37 hektar, prap pe akypës, kam ble, tokë, për me kriju hapësirën për parkun industrial qytetit Podujevës. Jemi me Ministrinë e Industrisë, Ministrën Rozeta Ajdari, është një projekt prej 4 milion euro. Më duket është në fazat proceset të nderimit, ka ngecë pak fatkeqësisht për arsye procedura që po dinë nga njerë, po dinë më komplikuar. Dhe po presmi që shpejt filloj infrastruktura, kam fillu me bo qendrën e kompetencës mbrana hapësirës parkut industrial, që nxënësit të shkollohen në shkollë dhe të kryjnë praktikën profesionale të operatorët ekonomik që kanë më vendosë në parkun industrial, edhe bojnë punën praktike, edhe bojnë mësimin teorik këto. Edhe mu lidhë, teoria me praktikën, në korelacion, kam fillu me bo trasin e zgjerimit rrugës, që me konë rruga e gjerë. Të më dhëmë qështë e mbaruar dhe qështë e procedura kjo? Vetëm procedura... Kjo që nga për parkun për bujqit që nga interesant. Sepse në këtë sektor, me gjithë indikatorët e fundit të investime prekse që ka bërë Ministri në detyri bujqësisë Peci, nevoja për të rritë prodhimin vendor është jashtëzakonshme, për mbështetur ato është po ashtu jashtë zakonshme. Ka një disbalans të tregut, konsumi është i madh, importi është i madh, prodhimet e vendit janë në shifra jo shumë të larta, për mos të nevojë shumë të madhe për të rritur. Ky i bujqësor që nga shumë interesant, sa është ajo një bujqësor në Podujevë, kryetar?
Unë po përmend edhe një fakt para se dalin pyetjen tuaj. Kam premtuar për këtë mandat që do të jap 2 milion euro investime për bujqëtan, subvencione. Po? I kam dhënë mbi 4 milion euro deri tash. Që do të thonë e kam 100% rritën numrin, sasinë e mjeteve financiare që i kam buxhetuar. Zotimi ka 2 milion? 2 milion, po e kaloj mbi 4 milion euro. Subvencione për bujq, mjete pune, teknologji, kafsh, shtepjakë do më lop, mbëshqera, për ekonomitë që i mbajnë. Po. Shpesdari, nuk ka asë një fush të bujqësisë cilën nuk e kemi stimulue me bugjetim në formë subvencione. Sa graviton në ekonominë e komunës pjesëmarrja me prodhime bujqëve, këtyre i keni statistika? Realisht ndoshta saktë nuk mund të jap ato statistika, po ajo që është shumë e rëndësishme, rajoni jonë, si Llap atje, shuhet për specin, shumë të rëndësishëm. Madje kemi edhe një fabrikë të përpunimit biberit, Belqana, që funksionon bashkë me këto melmesat e ndryshme, që normal ka produkte të mërshëm, po merr produkte edhe nga jashtë për me mujt me furnizu ato, por specin, pataten, lakrën, karroten, shquhet për karroten, veçanti kemi një prej bujqëve shumë të vyshëm në fshatin Sfecër atje, që e ka dhe fabrikën e karrotës, furnizuesi kryesor gati i krejt këtyre rritëve të marketeve në Kosovë gati në shumë me karrotë. Po du me thonë që kemi bujq shumë të vyshëm dhe jashtëzakonisht mirë është ka shfrytzuar çaj. Ata kanë trokit derën shpesh kryetar këta bujq. Shqo, i leçi ma kanë trokit derën, po unë edhe i thraz vetë. Unë për shembull, si vjet para se mi fillu me i orientu subvencionet për bujq, i kam thirrë bujq, i kam ullë në sallë kuvendit, kam bisedu me ta, çka po doni me subvencionu? Apo doni pllush të maj, a pllush të vogël? Apo doni frez, apo doni motokultivator, a çka, cili është interesi juve? Dhe i kam marrë kërkesat prej fermerëve, dhe që ato kërkesa i kam evidencue, e kam marrë sasinë e buxhetit, edhe kam kalkulu me buxhet dhe i kam da. Nëse kam pas për 2 pllush të maj, sepse janë tash është kërkesa ka shkohet për mekanizëm më të madh, për shkak sipërfaqes të madhe për me punu. Dhe i kam da 2-3. Nëse është një çmim shumë i lartë, unë s'kam kapacitet me ble shumë, po e marr numër më të vogël për shembull. Nëse i kam ble 10 pllush të vogël, e tash po i dojnë 3 maj, ja ku bë 3 maj me ka 3 ose 4 si pjesë që lavojnë. Po. Edhe mekanizmin, po. Apo doni me automatike, apo doni mekanike, se mekaniket janë pak më të lira, automatike pak më shtete, po du me thonë që i kam marrë kërkesat prej tyre dhe po i marr vetëm një shembull. Të shpesdaria, si vjetëm thanë, na duhet një printer që ja qëtë vullen ves për mu ditë kur u prodhue dhe koha e prodhimit. Sa është e fest? Dhe ju bleva 3 printer, që ta është në qitë fazë, ju shtina në kalkulim, me ju ble 3 qasi printer, 3 fermerve që merren në shpesdari. Që është më rëndësi kur dalin 3 konsumatorë, po e ka dhe vullen e shqipërisë edhe dihet qysh më zgjedh. Po du me thonë, konform nevoja dhe kërkesa o tyre, po i orientojmë edhe subvencionimin e mjetë ndrejtën bujqëve tanë. Apo i hyn rehat kësaj gare kryetar për mandatin e plot të dytë? Une ndihem shumë e relaksum, në radhë parë që po e përmbylli sukses shumë një mandat. Dhe une jemi kënaqur me punën temë, sepse kontaktet me njerëz, po ma thonë që edhe njerëz janë të kënaqur me punën që ne kemi bë. Dhe kur qytetari është i kënaqur, unë pardje e pata takimin me qytetar raportin 6 mujor, e paraqita para opinionit publik, para qytetarëve. Po. Dhe pata komplet plot sallën e kuvendit, qytetar, pjesëmarrës. E raportova dhe asnjëri prej qytetarëve që ka marrë fjalën e ishin me 10, kanë kërkesa. Gjithsesi, Kosova me 10 që kanë marrë fjalën, fjala e parë që është na falenderojnë për punën e madhe që është bën, gjitha segmentet, pastaj e paraqet edhe një kërkesë ose 2 veta të cilat mund të jenë për në të ardhmen, që duhet me bë. Kemi pas problem me ujin e pijës dhe ende kemi problem.
Veçanti qyteti Kjo e për ujtëpijës kryetare shumë interesant, ofri keni gjithë ato resurset të jashtëzakonshme. Kemi kapacitetet e mëdha të liçenit Batllaos, të ujit Batllaos gjen drejtim Prishtinës dhe komunave tjera. Dhe po dujeve si japet një sasi. Dhe një problem që ka qenë, e kam prun nga ujësirë si Shajkovcit, që është një lokalitet mbrana komunës tonë, deri në hymjet qytetit Podijevës, një 1 kilometër e gjysmë 2, gypin fi 400, dhe në hymjet qytetit e kanë 400 e kanë shtim në 260 dhe 260 e kanë derë në rezervuar për më mush rezervuarin. Që do më thonë e ka bloku kapacitetin. Mu ka dusht me prekit grup këto, me investu ekstra, me bu 400 që me furnizu rezervuarin, me përmisu gjendjen e qytetarë me ujtë pjesë. Dhe të marë parasysh këtë problem, e nisëm kërkesën në Ministrinë të Infrastrukturës të Mjedisit për me ngrit një akumulacion 3, akumulacion e Pollatës, në lumin Llah. Po, në Pollat, po. Është në fazën e fizibilitetit, faza e parë është kry, është një projekt që do të kushtoj mbi 60 milion euro, dhe investim strategjik, në kërkesën marrë problemin e ujit pijes për krejt qytetarët të tjerë, do të kam edhe hapësirë për ujitje. Tash jem të punu në projekt të sistemit, të rregullimit të projektit sistemit të ujitjes, do ta kem të gatshëm ata. Procesi i akumulacionit është duke hecë në për etapat e veta, dhe atëherë do të zgjidhet problemi me ujë për qytetarët e Podijevës. Një tjetër projekt shumë strategjik është impjanti ujërat Zeza. Njerëz disa mund mos e dinë çka është impjanti. Impjanti është një fabrikë e cila e pastron ujin e keq. Kanalizimi. Edhe atë kemi hecë në këtë proces, është një projekt dikun 38 milion euro, sigurisht që do të financohet nga niveli qendror përmes fondeve të Bashkimit Evropian. Edhe të konstruohen institucionet formohen. Po shpresoj që ai projekt të kryhet. Yrat e Zeza, yrat e Zeza hiqen për lumeve, edhe kanalizimi i rrjedhët me ujë të pjesë, me nevoja edhe për ujitje. Janë projekte të rëndësishme, vetë kam financu drejt për drejti më buxhetemin në kolektorin e madh, të ujrat Zeza, për me grumbullu ujrat e Zeza, edhe me çunë në drejtin fabrikës. Fabrikën po shpresojmë që kemi me bo, sepse është në proces, edhe ka me si projekt, edhe po besoj që ato mega punte mëdha për Podijeven veç po përmbyllën me qëtë 5 vjeç. Qarë në kam metë që s'kemi mujtë me bo. Ngrohja qendrore e qytetit. Ngrohja? Jam duke punu, kam fillu qysh tash me punu, jam një numër të madh të ekspertëve duke i konsultu për me gjetë burimin e energjisë me cilin do të shkojmë. Nuk jam i interesuar të shkoj vetëm me një burim energjie, po du mi pas 3 burime alternative, jo me mu mbështet vetëm biomos, ose veç në energji solare, ose në geotermale, por duhet me kombinu të 3 këto energji, me mujtë me gjetë burimin, dhe caktum edhe me fillu procesin e ngrohjes qendrore për qytetin e Podijevës. Këtu keni zotim tani, e tutje, për mandatin... Ky do t'jetë preokupimi kyç për mandatin ardhshëm, edhe cilin besoj shumë që do ta bën shpejt e mbulliqi. Projektet bazuara në fonde donatërësh i përmende merret kryetar në mënyrë, po një investim sa është vlera përgjithshme e donacioneve që ka arrit jashtë buxhetit? Po, donacione 5 vite. Donacionet për llogarisë këto që janë me fonde ndërkombëtare i kemi nga Katari, duhen me kanë ndoshta 5-6 milion, nëse edhe më shumë, veç donacione. Një investim jashtëzakonshëm është edhe ndërtimi i shtëpive me pasati me këta për skamnor. E kemi një numër të jashtëzakonshëm dikon, nëse zgabojmë mbi 60 shtëpi që kemi ndërtuar në bashkëpunim me shoqatën e Hetimat e Ballkanit. Çdo njërin prej këtyre shtëpive kam financuar me 5.000 euro, kam participuar si komunë. Po. Pjesën tjetër e ka kryer shoqata e Hetimat e Ballkanit për shka publikisht e falenderoj zotin Alir Kasrati, po është një projekt që nga njerë po e harrojmë, është projekti i parë me Elvis Naqin, shqiptarët që e kemi bërë në Podijevë. Kemi ndërtuar 22 shtëpi, një lagjet e tërë, tokën ne ka falë një prej bashkëqytetarëve tanë, cilën e falenderoj publikisht. Dhe me.
edhe janë nga Artica, bashkëqytetarët tanë, janë biznesmen të fortë, edhe Herta, të kompanisë, pronarët e kompanisë Herta, ne kanë falë si përfaqen 1 hektar tokë dhe kemi ndërtu një lagje për fëmijët, për këto familje shkamnore dhe janë 22 shtëpi, cilat janë ndërtu komplet dhe është vlera projektit mbi 1 milion euro. Per llogarit pronën, vetëm investim që ka bo shoqata shqiptare për shqiptarët edhe zoti Elvis Naçi, për çka e falenderoj publikisht nga respekt për të edhe për këtë humanist tjetër natyrisht. Sa i përket transparencës, shuni për reagime, për komunikim të hapun, po edhe për reagimin në rastet kur nuk ju ngasmon ka mendimi tjetër. Keni pas disa përplasje me eksponente LDK-s partisë tuaj të dikushme. Kështu që tash fatkeqësisht përfaqësues sot që i kemi LDK-s. Mirë që është një gjenerat e re, po një gjenerat që ndoshta në politikë se kam përvojnë mjaftueshme. Në politikë na bojmë garë politike dhe luftë politike sa dom, po në kuptimin personal nuk kemi nevojë gjonat me i bardh problemet. Politikë bojmë të nditën, s'ka të lashe. A politika është ndryrë në mënyrë personale komunikimit tu? Pa nga një herë këto gjona shkojnë qaq larg që mundohen çdo gjë me atakue. Unë e shoh para 2 dite publikojnë TikTok-a, që ta thotë përfaqësues që ty në LDK-s, TikTok-a thot profesori ka bo vetë aksident. Dalin edhe në taborin privat, personal, politikë po, edhe politika bre ka një farë morali. Gjitha tjetër i kryetari. Edhe tash shqetësohen familja, shqetësohen me të marrë në telefon, kryetar ose shpejtim ka pas një problem. Jo, për keq përdorin që të rrjetet sociale, që të mjete të komunikimit, me kriju propaganda prej matë ndryshmeve. Pa ja që është shumë rëndësishme. Të bëjnë nervoz, gërdara? Po jo, nuk po më bëjnë nervoz, se s'po du më bëjnë nervoz. Në rrasë kërë i takuaj me ta, që ka pas raportime, cili përlish, ju përlish, po fjallos rëku të adi, ju nësi. Po jo, tash, shqeqo, ishte një ras më në kuvend, kure patëm, vjen asambleisti dhe më atakon dorën. Nuk preket kryetari komunës. Ti fol çka dush, kritiko çka dush, nuk ka të lagje. Po prekja fizike nuk lejohet, sepse edhe ne kam integritetin tëm, sikurse ai ka integritetin e vet. Prandaj ka edhe raste të tilla, domthonë, të provokime, va? Provokime, po them, cilat nuk na çojnë askundi. Dhe po e tregojnë një nivel të papjekurisë politike. Papjekurisë? Papjekurisë politike, valla. Ti fol çka dush, kritiko çka dush, kërkosh ta nal. Pa kremisin e tu i papjeku nuk është i pamurë, doktor. Nuk po flasim e kremin, sepse eksponent e ti, e kremi, ndoshta ai nxit ka pak, ai nuk është dhejt për dhejt i kyqën të zane, po problemi është që shqeqoni. Une edhe atëherë, po edhe tash, jo thamë publikisht, une jemi gatshëm për garë. Him garë ferë, bëjmë politikë sa domë. Qytetari ka me qenajt që ka me ne vlerësu dhe punën tonë. Po shumë të s'pi logarit shumë? Pi u thu gjenerat fëmije s'pi logarit shumë këta? Po flasë një gjenerat cilë në një farforme po i kalojnë kufit e politikës. Po dalë njështë kufit e politikës, sepse jo të gjithë. Kemi mërana ti grupit të asamblezve, njështë pjeku, njështë që kanë përvoj politike, edhe e din kufit e politikës dhe kuqo. Po ka dhe eksponent tillë që nga njerët nëzitur, nga njerët ndoshta pak ma korpulent, shojnë vetën dhe Mojnë pëllësim, a? Bojnë ka pak hapa ma tepër se sa që duhet me bo. Në komunat tjera, kërëtar është thuj se një falloj habitatit tillë dhe kulturor aktualisht në nivel venit. Tash, ndoshta ndrimet e gjeneratave dhe kanë sjellë diçka. Une kam pas një përvojë gjatë, kam një përvojë gjatë politike. Tash, nëse nalme dhe analizojmë kuvendin komunal të vitit 2000 pas lufte, dhe i shoh me emrat e njerëzve përfaqësues të popullit. Janë emrat njohur, janë emrat me bagazh, me
respekt, me autoritet publik. Tash normal ka ndryshu, sepse është gjenerat e re, dhe shqyqo që është gjenerat e re, sepse duhet me ndryshu, po me që ndryshim duhet me ndryshu, dhe me hunë edhe mentalitetin e punës, edhe mentalitetin e qeverisës, edhe mentalitetin e të bëret opozit, sepse edhe kjo është një farë shkollën vetë, ja? Nuk është opozita qatë gjë për goje me gjuhe. Del për shumë publik i thunë njerit hajnë. Me qka konstatove që është hajnë hajnë? Edhe kush për të jep drejten? Pse për jep drejten të qatë drejt veti, mi thonë njerit hajnë publikisht nëse s'ki asë një matë vëglin argument. Sakt. Fjala publike ka përnë dhe përgjithsi. Po te kalohen kompetencat. Kush e cakton hajnë nëse e vlerëson hajnë? E ka policia o gjykata. Gjykata në thëmë Po të vendimi i plot fuqishëm atëre, ti thu ka dalë që i dënum, sepse i dënum për si të vepër. Por, ose, u e shoh para 2-3 ditë një imam o burë, e shoh. E të këton ministrin hajnë. Imam gjamije. Imam gjamije. Po të duja ata komitet të përfshishme. Postim publik, e të këton ministrin, ex-ministrin hajnë. Ku për më drejtën të me. Nuk ka ti njëre që jesh me prediku e fen, e ti tash publikisht, me një Facebook, tonin privat, që është me emën edhe i thu ex-ministrit hajnë. Pa e pas as ma të vëglin argument. Edhe ma dje pa e pas kur fa lidhet punës tonë me tina. Terek du të kënë përgjithsi të shumë fesht. Po te kalohen do kufi që nuk ishtë dashë më te i kalu. Jeni një shtati tjetër politikë, transformimi e mendësisë se kështu me rata është në regull është ma mire ma keq, por fjala publike duhet ketë përgjithsi. Gjithësisi. Kryetar, shumë investime po ndodhin në nivel vende, tu si jemi hyrë në një ciklon, edhe jemi hyrë në një ciklon, zgjatur me qënëseri dim datën, 12 tetor, mjaft kryetar aktual, ose ata që pritet të zgjidhen, po sidomos aktual, presin zotime, përurime punësh e tjerë. A jeni i tillë apo jo? Apo keni kryer shumicën? Apo ngarreni për preshërita? A keni nevojë për preshërita për të bërë njerëz që votojnë për ty? Apo besoni që unë nëse nuk i kam kryer punë për këtë mandat temin, 4 vite, plus e kam pas qatë pjesën shtesë, në mëjsh, po të themi 5 për rumbullaksojnë. Nëse si kam kryer punë për 5 vjetë dhe me binë qytetarin që për me kam punu, qa ka me thonë në mujnë e fundit? Qysh ka me genjy mujnë e fundit? Unë nuk jam nevoj me genjy. Unë im dalë në masë, në peshore të këtyne qytetarve. Kam punu e maksimalisht me qatë ekip tamen për qëto 5 vjetë. Nëse qytetari o binë që vërtet kam punu, në regull, unë përkra tutje, më shtunin tutje, hecmi edhe në mandat. Ma ka unë besimin subjekti politik, ma ka unë besimin kryeministri, me vazhdua një mandat, unë e kam pranu një ofertë tillë dhe jam në dorën e tyre. Dhe kërkoj votën e tyre, kërkoj besimin e tyre. Por, unë si preva dëshirita që tash ma shumë, si preva ma pak, që ta qytetarë që atë projekte shohin, që është të realizu. Nëse ka orë koha me prej shëritin, nuk me mos me dalë me prej shëritin, sepse unë në Lluga e kam shkollën e fshatit tem, që është që 3 vjetë të punu. Në shtator, me një shtator ka mu bo. Për urimi kanë me hi në zonësat dhe mësimnonës në shkollë 3. Kam shkollë të Katunit, unë kam shku me prej shëritin. Sepse bëhet me një shtator për herët par, hi me shkollë, me palestër sportive, komplet, një objekt shkollor i nivellit bashkohor. Dhe normal ka me shku me prej shëritin. E fillova punimet e pishinës gjysmë olimpike, është projekt mbi 4 milion euro. Se mos me prej në shërit. Na ta kanë me prej në shërit. Ta shumë nuk me valla jem fushot. Ideja ishte, a ke telekomanduar gjithë këtë situatë, apo ata që jënë bindur, se ke qeverisë mirë, nuk ka nevojë për shërita. Unë jem i bindur që qytetarët e Podujeves, Llap e Gollak, e din që ka punu Shpejti Mbulliqi për çdo 5 vjetë. Unë e shërita ka me shku me prej, në momentin që vje koha për shërit, jenë politik, ma jenë politik me prej, por nuk po shkoj me prej që me javë tërhek vëmendje aty që me prej një shërit. Po shkoj me kurzu me përmbyll një projekt suksesshëm cilin e kom përmbyll, me punë të suksesshme. Kryetar,
Ju përmend investimet që pritet ndodhen 2 projekte strategjike për podierën për llavin objektivisht, i projekti i ujësjellësit edhe parku bujqësor që mund të akomodojë interesat e fermerëve, të tregtarëve, të bizneseve, nxënësve, tjera që i përmendë parkun e biznesit, gjitha projekte komplementare njëri tjetrin në ekonominë e tregut në sektor të real të prodhimit. Me çka po i hyn kësaj gare praktikisht për njerëz? Shiqo, A i ke vizatu, a i ke inxhinieru projektet? Unë jem të punu bashkë me ekipën në hartimin e programit zgjedhor. Po. Nuk do ta jap një herë programin zgjedhor për arsye se edhe subjekte tjera punojnë këtë drejtim. Një element e qita ngrohen qendrore që e shohin mega projekt. Po, mbrojnë për llapin. Ju nga një burim, nga disa burime? Nga disa burime alternative, janë të punu ekipet, ekspert, janë të bo fizibilitet, për më thonë që kjo është rentabile dhe mund është me shkue me projekt, por kam edhe shumë projekte tjera cilat do i bëj. Une kam synim që çdo lokalitet të jemi ta ketë çelën publike. Që letohet puna grave. Mos mbesin vajzat e reja, gratë, nonat në shtëpi për shkak të një fëmije që nuk ka kush kujdeset. Duhet mi hap perspektivë. Nona o gratë, motra tona, le të hecin. Unë e di që s'kam e mujtë mi bo 78 qerë dhe se s'kam nevojë për 78 qerë. Po një 3-4 kam nevojë mi bo. E 80 që i gati po shkaj, e 80 shkolla të reja po e kryemi që ta 5 vjetë, e kam edhe disa shkolla tjera, qoftë Gërdovci, qoftë Luzhani, që më duhet me bo investime të reja, bashkë me palestra sportive, se në investime që ka nevojë më bo, dhe sigurisht që ka edhe një numër të madh projekte të cilat kanë më bo në mandatin e ashëm 5 vjeçar. Unë veç një edhe din qytetarët e podjeves, që shpejt mbulli që ato që e premton e realizon. E man fjallën? E man fjallën. Dhe në rast se për çfarë do arsye... A gjithë ka ndodhë me mojtë fjallën këtë parë? Gjithë. Në rast se për çfarë do arsye nuk mu i me realizu, unë dalë, ja vep sqarimin dhe jemi nga shumë i kërku falje publike në unë qëre, ka mendu që ka me shku qëtu, ka dalë që ke pëngjes, nuk mund të realizohet që ke pëngjes. A punish i sigurt në fitore? Ngarë njeriu hyn për me fitu. Natyrisht. Une jam shumë i bindun që Bona pyetje suggestive tu e llogarit gjithë ato që më thonë. Edhe një mandat besimi për qytetarët llapit, për arsye se në këtë mandat ja kam arsyetue që kam gatishmëri dhe kam vullnet për punë. Nëse ata kam arrit mi bind që kam vullnet për punë, kam gatishmëri dhe kam potencial, unë e besoj që do ta marr mandatin pas një të lashë. Të trambin oponentët në garë? Nuk kam. Të trambin figurativisht, po të Nga radhët e LDK-s, nëse del që ato që i kam pas hene kalume, ato ku mujtë. Nuk e di që kam edhe zdi që a diskutojme ato që me folë. E ku mujtë nere. A s'ke që flatë me thëmë, e ku mujtë në një kohë që i kam pas shumë kritike, sepse i kam pas vesh 9 mujtë ditë për shtetë. Dhe në 9 mujtë ditë mund të mërni me men qëfar mundësi është t'japet për mujtë me tregu. E kam mujtë në zgjedhjet e kalura, nëse del prap do ta muj, për duke nuk di ande kënd do ta vënë si kandidat, nuk është një forcë politike që... Vetë vendosa dhe LDK atje? Po, unë besoj që garen e bojnë... Vetë vendosja... Garen finale e bojnë këto 2 subjekte politike, unë shpresoj shumë që këto zgjedhje me punën edhe angazhimin që ne kemi bo, i zhdusht hecmi, pa pas nevojë për raundin e dytë. Për ballotash. Po punojmë që të hecmi pa pas nevojë për raundin e dytë, edhe po shpresoj shumë që diçka e tillë do të bëhet. Është edhe Prishtinën për çdo ditë kryeqytetin e Kosovës. Mund ta bëni cilat janë përparësitë e Prishtinës në raport me tu, ose përparësitë tuaja në raport me Prishtinën? Që tash Prishtina është kryeqendra e Kosovës,
është qytet Qa ke bon Podjevë që së bon Prishtinë për shkakun që arrimi po? Unë Ata bëjnë ma rival pak ma. Unë besoj që kolegun përpara me kam koleg, jemi kryetar komunash, plus asaj kemi vendas tonë, sepse edhe kjo është Llapjan. Laku a Lapi? Lak, na që të jemi. Nuk këtë lashe se i kemi ketë përbashkë të gjonat, edhe kam respekt. Nështë nuk e di që mi knaqën me punën e ti që i ka bo sekretar, kam pritë shumë atë tepër. Për shembull? Parimit. Po në shumë aspekt. Qa po të mengon Prishtinë për përdi? Po qoftë infrastruktura rrugore, qoftë mbeturinat, qoftë mjedisi. Unë kam pritë shumë projekte më të mëdha që kanë më realizue gjatë kësaj periudhe kohore, por megjithatë unë nuk duhet të interferoj sepse kjo mbetet vlerësimi qytetarët të Prishtinës. Ata të cilët janë... Por është që se atje menaxhoni mbeturina, menaxhoni hapësirat publike, menaxhoni Po jo, ne kemi njëjtën kompani për shembull të menaxhimit mbeturinat, që njëjta kompani, që është kompani regionale. Qysh menaxhon Prishtina, menaxhon Podjevë, sepse vetëm njësi i Prishtinës është në Podjevë. Po. Unë menaxhoj shumë mirë, kam korrespondencë shumë të mirë, komunikoj shumë mirë me ta, i kryjm punë bashkë, i stimuloj. Madje unë kam marrë donacion kamion të mbeturinave, edhe ja kam dhënë që asaj njësie të më Podjevë, ja kam dhënë donacion. Është kamioni i komunës. Ja këmonë një sistem shfrytëzimor, në një mene që kamionin veç hec një kryni punë. Beturina një problem? Po. Prishtinë? Po. Po trafiku që janë kohën gjithë? Trafiku... Du ta krahasoj me Podjevën, sepse Podjeva ka pjesëmarrje tjetër të njerëzve në trafik, por nga... Tash, përkundër zgjerimit keq që është bo të rrjetit të trafikut, prapse prapë Prishtina është qendër dhe ka gravitet shumë të madh. Gjithë Kosova, po. Mirë po, ju po i shefni tash këto piket e përmbylljes të orave të punës ose edhe të fillimit të orave të punës se keni pa që është një blokad totale. Tash spaku, nëse themi që jemi ekspertat fort, është tash në që segment me punë me gjithë, me pa ato pika zhvillakuse. Do të zhvillakuse që këtë problem? Prishtina është sfiduse dhe unë para se gjithash aktualisht nuk jam banor i Prishtinës dhe nuk është që se një Prishtinë sepse unë jam rritë qëtu sepse i kam 32-3 vite në universitet qëtu veç punë, pa llogaritë studimet e magjistratura, doktorate, periudhën kohore dhe besoj që e njoh mirë Prishtinën. Nuk isha guxu që tash ta marrë një guxim të tillë, thëmë andej ose këndej, por ne shpresoj që kandidatin cilin subjekti politik Shara dhe e ka vënd për Prishtinën do t'jetë një kandidat shumë i kompletuar, shumë i përgatitur, edhe besoj shumë që ka mujt me dhënë një kontribut të shmueshëm në Prishtinë, nëse veç kanë me vlerësu qytetarët në shtyp përpara. E fund fare, kryetar ka qenë figurë ikonike nacionale në debatin që përplasi Shoqënin me vokacion të rënd politik për demarkacionin. Prandaj po duhet të bëj një pyetje jo për demarkacionin, por për blokadën politike. Nga në shkurti kur përfunduan zgjedhjet nuk kemi formim të institucioneve të Kosovës me interpretime të ndryshme, të dy interpretime, njëra dhe pala tjetër. Mund dilni mbi këtë palë për ta pa, pavarësisht që një kandidat i lëvizjes vendosur për atje, për ta pa një situatë konkrete. Si reflektohet ajo, qoftë në komunë, qoftë në sistemin e përgjithshëm të funksionimit? Shqo tash, Ridvan, fatkeqësisht është një blokad në pamundësi të konsiderimit të Kuvendit Kosovës. Për ndryshe institucionet tjera jënë të kry punën. Qeveria në detyrë është të kry punën edhe pse në vendimet të kufizuara, për vendimet mëdha që lidhen. Në blokad është Kuvendi Kosovës. Përgjithësinë për zhbllokimin e kësaj blokade e marrin gjitha subjektet politike, e normal kur i maj madhe, nështë pak është përgjithësia ma madhe e të parit. Aja që unë po flas tash jo si politikan, po flas si qytetar i thjesht. Nëse gjykata kushtetuese ka thonë decisivisht që
ai që është i pari duhet me dhonë kandidaturën, propozimin për kryetar të kuvendit, dhe të tjerët janë pjesë me nën kryetar mbrana çati konsilimit, çati kuvendi, atëherë rregullat janë të qarta. Tash pengesat kanë dalë, jo e dojmë këtë kandidat, jo se dojmë këtë kandidat. Jo për krohëm, jo se për krohëm. Si është realisht këtë betejë? Realisht, lëvizja vetëvendosje e ka dhënë emër të kandidatit. Kandidatën aktuale. Kur që dhe tjerë s'kanë lëvizë, por a shini dy palë që bëjmë betejë politike realisht për unë e mendoj që pozicioni kush po e njëri tjetër. Jo bese nuk ka mujtje këto. Tendenca është mos me lonë mu konstitu kuvendi. Kjo tendenca. Le ta bojnë kuvendin, le ta marrin qeverin bre, nuk ka problem. Le ta merr. I ka numrat opozita. Mund ta marrë opozita, e drejtshme opozita. Po nëse i ka numrat, le ta merr, nuk ka të lashe. Lëvizja vetëvendosi i ka qita numra, i ka fituar prej qytetarit këto ulëse në kuvende Kosovës. Po, 28. Dhe këto ulëse as nuk rritën, as nuk zvoglohen. Dhe po del që me qito ulëse nuk po arrin vetë me bo konsulime kuvendit. Dhe nuk ka ferë tash me thonë, herë që të ke tjetën, herë që të ke tjetën. Sepse unë jam i bindun, cilin do ta qeç, prap nuk kanë me ta votu. Dhe njetit s'kanë me ta votu. Sepse nuk ka tendenca me shbloku, po tendenca është me maj stand-by situatën. Pse? Ata mund ta dinë mas mirë të këtë problem. Lëvizja vetëvendosje ka dhënë disa solucione deri tash. Ishte takimi i fundit që u dhanë 2 varianta. Zonja Arbulina Haxhiu tha publikisht, nëse unë dalë në votë më shef dhe nuk e fitoj në të parë, tërhiqem. Unë që e ku është? Shtine, mos e voto, hecë procesi për para. Por ata nuk po dojnë. Nuk po dojnë me lonë situatën stand-by. Dhe kjo situatë stand-by si konvenon kërkuj, dhe është kanë abonë dam edhe në kuptimin e punëve, angazhime, projektet mëdha që na presin me shty për para. Dhe fundja Kosova nuk e ka qëtë luks që të blokohet një pozitë prej opozitën në këtë nivel. Unë e besoj shumë që tash janë disa lëvizje dhe pe i prezidentës, dhe po shpresojnë ndoshta me këtu takime në prezident, fundja le t'japin ka e procesit, apo dojnë zgjedhje të reja. Shkojmë me zgjedhje të reja, s'ka problem. Merr me vesh konstitucion kuvendin, shpartallën e kuvendin, çoni gishtat, edhe shkojmë zgjedhje, nuk ka të lashe. Por këtij procesi duhet me dhoni kaje. Këta as nuk e dojnë zgjedhjet, sepse unë e di që një pjesë e madhe të tyre si bolazëm me hiheq ato. E kanë shfrytzuar si ujë se ta shenë të ndryshon situata shumë. Prandaj nuk janë të interesuar më shumë zgjedhje, por po kanë qëtë mundësi me bloku kuvendin, le ta blokojnë sa të vlerësojnë që kanë nevojë me bloku, por unë besoj që është momenti që tash me dhon kohë këtij procesi edhe me konstituu kuvendin, sepse dihet mirëfilli që subjekti më i madh politik nuk mund të konstituon kuvendin vetën, pa ndihmën e opozitës. Prandaj duhet kompromis, konsensus, mirëbesim, gjë që kanë munguar do të falenderoj për kohën. 99% e intervistës ishte fokusuar në komunë, konceptet zhvillimore, projektet që ka realizuar dhe me ato që pret po t'jeven me ju në të ardhmen nëse natyrisht merrin votat. Ridvan, të falenderoj shumë për mundësinë që më dha që përmes televizionit tuaj po them. Patjetërisht bashkëbisedim. Qytetarëve tanë. Po zbarkoj një njeri i panjohur në qytet do të bënte pyetje të kush. Unë që është të vërteta kam punu për këto 5 vite dhe jam përpjek maksimalisht që me qenë në balë të punës dhe të angazhimit dhe të besimit që nga unë qytetari dhe shpresoj shumë që qytetari do të vlerësoj këtë angazhim teme, këtë punë teme, si do qoftë në qëfar do rrëthonash prapë unë jam po ai shpejtimi që kam qenë, e kam një profesion timin, e kam një punë time dhe gjithçka besoj që do të jetë në rregull, edhe gjithçka do të çmuhet. Çaj verdikt që do ta jap qytetari me datën 12 tetor. 12 tetor. Të falenderoj edhe një azot i publiq. Faleminderit shumë. Lutem.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.